Fillimisht do të me theksu se ne aktualisht e kemi vetëm njoftimin e gjykatës kushtetuese dhe jo dhe gjykimin e plot, dhe që njësër çështjesh përkitazi me dispozitivin e këtij vendimi mbeten për të parë në mënyrën se si ka përcaktuar dhe standardet që i ka ndërtuar gjykata kushtetuese në arsyetimin e vendimit. Përkundërse është e qartë se dispozitivi është pjesa kryesore e aktgjykimit dhe i cili dispozitiv është publikuar në njoftimin e gjykatës kushtetuese. Para se me kalu të ky njoftim tash i gjykatës kushtetuese, duhet me theksu se që nga momenti kur kanë përfunduar zgjedhjet, ky nuk është asgjë tjetër përpos është skenari i radhës bllokues. Ne kemi pas do thotë skenar të shumë bllokues për me kalu për gjatë kësaj periudhe kohore, do thotë e kujtojmë që ka qenë një kohë që ka pas një krizë politike në lidhje me votimin e një raporti teknik formal, raporti për verifikimin e mandateve të deputetëve dhe është humbur një kohë edhe në atë pjesë. Më pastaj kemi kaluar tek pjesa e kryetarit të kuvendit dhe kur e ka parë do thotë partia e parë që ka dalë nga zgjedhjet që nuk e ka shumicën e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit, ka thënë e ka prolonguar në një pjesë të konsiderueshme kohore çështjen se votimi duhet të jetë i mbyllur. Ne kishim më pastaj një aktgjykim të gjykatës kushtetuese, i cili nuk u zbatua për një periudhë të konsiderueshme kohore, dhe vetë gjykata kushtetuese dule dhe tha se nuk është zbatuar aktgjykimi i gjykatës kushtetuese dhe tha se këto janë rregullat për zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit. Tash u zgjedh kryetari i ri i kuvendit dhe shpresa ishte se kuvendi po konstituohet. Dhe më pastaj doli skenari i ri bllokues me nënkretarët e komuniteteve, nga radhët e komuniteteve. Tash, edhe si këtë e kemi thonë vazhdimisht, se është një çështje tërësisht kundërkushtetuese dhe vendimi i gjykatës kushtetuese është definitivisht i pritshëm. Kushtetuta e Republikës së Kosovës, që kur është miratuar, është dizajnuar në atë formë që kryesia e kuvendit e para i ka 5 nënkretar e para, si dhe kryetarin e kuvendit. Kjo është aspekti i parë. Aspekti i dytë është se e ka përcaktuar Kushtetuta e Republikës së Kosovës se duhet të ketë 2 votime. Do thotë duhet të jenë votimi po në paku për 3 nënkretarët nga 3 grupet më të mëdha parlamentare dhe votimi për 2 nënkretarët nga radhët e komuniteteve jo shumicë. Tash e kemi thënë edhe paraprakisht, sikurse nuk mund të ndahet votimi për 3 nënkretarët nga 3 grupet më të mëdha parlamentare, ngjajshëm nuk mund të ndahet votimi as për nënkretarët nga radhët e komuniteteve. Dhe kjo ka qenë do thotë edhe në kushtetutë dhe ka qenë edhe praktike deri tanishme, madje e cila praktikë është ndjekur edhe në vitin 2021 kur kryesues i kuvendit ka qenë po ashtu zotëri Avni Dehani. Dhe tash në këtë situatë kjo mënyrë e veprimit kjo mënyrë kundërkushtetuese votimit përmes kalimit në short pa u plotësuar kushtet për zhvillimin e shortit, definitivisht se ka qenë e pritshme që të prodhoj një rezultat kundërkushtetues. Dhe tash e kemi vendimin e gjykatës kushtetuese që prap konstaton se Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk është konstituar për shkak se nuk janë zgjedhur gjithë nënkretarët e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe kjo është definitivisht e qartë. Dhe është po ashtu e pritshme dhe është thjesht një konfirmim i asaj si i këtë që e kemi thonë vazhdimisht që se përkundër që kryetari aktual i kuvendit e ka konstatuar se të konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës, i njëjti nuk mund të konsiderohet si i konstituar. Tash, sipas dispozitivit të këtij aktgjykimi, nga momenti i publikimit të tij janë 12 ditë afat deri në brenda të cilit Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet që ta konstituojë betën, që i bie se me hyrjen në fuqi të këtij aktgjykimi fillon të rrjedh përsëri për shkak se Kuvendi tash nuk është i konstituar, fillon të rrjedh përsëri ky afati 48 orësh për caktimin e seancave, megjithatë vlerësoj se është shumë e rëndësishme që të lexohet çordhët e veprot me efikasitet dhe jo thjesht që të ndërmerren veprime të tjera që kanë të bëjnë me tentimin për sabotimin e zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Shpesh është thënë që gjykata kushtetuese përmerr edhe rolin e arbitrit në këto krizat politike. A pezavencon ajo rolin e kuvendit që e ka? Po tash, kjo ka një zanafill në 2014, ai vendimi i famshëm që e la dyqysh si pezull, në bazë saj të shkuë. Domethënë, gjykata kushtetuese është ato që se kanë bërë subjektet politike. Domethënë, kur u bë është ajo ideja kur ka qenë zgjedhja e Atifete Ajagës si presidente e Republikës, atëherë kanë qenë si pjesë e marrëveshjes, kanë qenë më bë 2 komisione, një për ndryshimin kushtetuese,
që ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit në mënyrë drejt për drejt edhe një për reformën zgjedhore. Për fat keq, asnjëna nuk e ka kry punën e vet. Aja që ja jep nuk është pse gjykata kushtetuese të kry punën e vet. Po për mja hub që drejt që ndoshta ka arbitër, duhet që kuvendi kur i rria që është duhet mi bën ndryshimet kushtetuese. Edhe ndryshimet kushtetuese të pojnë çfarë rrethona janë të funksionu subjektet politike në Kosovë, duhet me qenë ashtu që thonë në sinë për stripa përpara, me qenë shumë qarta, që mos me lanë i vend për interpretim. Edhe pse ku po janë qarta, po ka interpretim, prapë me qenë ma qarta. Do me thonë ki rastin e kemi ndryshimet që duhet me qenë kushtetuese, është zgjedhja e kryetarit, e cila është hera e dytë që po na ndodh neve në një periudhë 10 vjeçare, 11 vjeçare, zgjedhja e presidentit, mos me pas krizë mi krizë. Do me thonë kushtetuta do të me jap një farë mundësie që nuk prodhon krizë. Tash e kena rastin gjykimi i gjykatës kushtetuese për zgjedhjen e presidentit, që duhet me qenë 80 deputet në sallë kur votohet. Kjo bjen që nëse një subjekt politik i ka mi 41 deputet, mund të ta blloku shtetin. Sot është një subjekt politik, nesër një subjekt tjetër. Mas disa dite mund të me kanë një parti anarkiste, që anullon këtë shtetin e Kosovës. Kështu që na duhet me mësu prej historisë, që na kanë ndodhur që në fund me qenë funksionale. Unë që kisha thonë është aja që ka ndodhur me zgjedhje, kur ka qenë marrëveshja për zgjedhjen e zonës Feta e Ajagës si presidente, duhet më bë komisione për ndryshime kushtetuese, me qenë ndoshta një proces më i gjallë, më diskutu të gjitha aktarët edhe na si shoqëri civile profesionalist, që kjo që kushtetut ka nevojë. Do të thonë përveç atë gjykimeve që ka ndryshu me atë gjykime, me bëni kushtetut jo me prek thelbin. Po këtu na po ngecëm në kushtetut në aspekte teknike. A duhet me qenë 80 deputet, a duhet me kanë 78. A duhet deputeti me votu, në mënyrë të hapur, a mbyllur. Kështu që besoj që me një grup punues, me një proces shumë të thjeshtë, na këto duhet ka nevojë më shqetësu. Do të thonë, kur duhet që aja duhet me qenë një konsenzus që mos me lanë këtë pjesë që do të me ba. Unë e pa ta marrë shembull 2014, kur ka qenë gjykimi që i të parit i takon e drejta ekskluzive, të isha qka nëse na kena në demokraci përfacuese qash mirë që këtë partit i fitojnë ka 7% votën. Edhe të nuk mënesh me aloni përqen me 7% me ta bloku këtë shtetin. Ndrejko, sot për ta blokon një parti me 43%, po paramenumi pas 20 subjekte politike, këtë me fitu ka 5-6%. Do më thonë, duhet me menue scenarios që muj me ndodhë. Edhe na, jena dëshmitar mas 11 vjetë, na ndodhë i qaj scenarios që për fatë keqë. Unë e ku menu që ka me qenë një parti me e vogël, është një parti me e madhe që blokon Kosovën. Do më thonë, tash duhet, për mi i kësaj, për mos me alon gjykatës kushtetuese me qenë ashtë arbiter asështë, duhet urgentisht, kuvendi kur konstituohet, kë ose atë tjetri, nëse shkojmë zgjedhje të lira, duhet nasi me urgjencë, duhet gjitha subjektet politike, mi ndryshue jo thelbin e kushtetutës, po s'po këto çështje teknike që janë. Edhe besoj që edhe për çështje teknike kemi pas konsenzus edhe me partitë që përfaqësojnë komunitetin pakic, se duhet për ndryshime kushtetute 2/3 e komuniteteve, edhe besoj që këto ndryshime do ta japin një themel matri shtetit Kosovës që spaku për disa çështje teknike mos me lanë hapësirë interpretime.